Tani, pa shkuar nga çështja. Për ty do të jetë hera e fundit që merr përsipër të ndërhysh dhe të përgjigjesh për gjëra që nuk takojnë në raport me mua. Sepse të krahasoj mendet e të dy, ti je aty ku thret qameti. Nuk duhet ta çosh mend nëpërmend. E kupton? Mos ta çosh mend nëpërmend. S'ka një të ketë ty nevojë këtu motor edhe asgjë. Je një konkurrente se gjitha të tjerat, ke ato limite që ke ato benefite që ke ato pluse që ke, kaq. Mos ta çosh mend nëpërmend. Jo ti pa asnjëri këtu. Se s'më plas mua për absolutisht në mënyrë totale për asnjërin. Jo, Selanda. Jo, gabim, shikoj një delir të madh këtu që më erdhi dhe mua deri këtu, e ndjeva dhe unë për te ekranit. Ti thuash tjetrës për shembull. Të krahasosh mendjet tua me të mi mendësisht krahasojmë të dy, domethënë ti je ku thret qameti, është më duket domethënë si një ofendim. E dimni për çfarë përdorim, ju e dini se për çfarë përdoret. Ju jeni ku thret qameti apo ti je ku thret qameti. E dim shumë bukur. Po të paktën, me të gjithë drejtën e plot që ka Senaldo t'i kërkoj Brikit që mos kujdeset për atë, ka të drejtë. Bravo, shumë mirë. Mënyra se si e ka kërkuar është për të ardhur keq. A po e bën Briki këtë për të dukur me një publik? Unë për veten time, unë si teleshikues, si një ndjekës i rregullt i këtij formati, nuk e besoj gjallë në botë që Briki është duke bërë për të tërhequr vëmendjen ose për të fituar pikë në pjesa si të duket si një humanitar. Jo, absolutisht. Jo, ajo e bën se e ndjen dhe kaq. Por ama, mënyra se është drejtuar Senaldo Brikit është e turpshme. Sinqerisht e them, më vjen keq për Senaldo, du fort, është i artikuluar, më pëlqen oratoria që ka ai, mënyra se si i shqyrton dhe i qartëson dhe del në konkluzion të situatave, është shumë i saktë, ama e humbi. Pati një reagim impulsiv që kundrejt Brikit, të paktën kundrejt Brikit, një ndër gocave që ka treguar kujdes për atë, është për mua është i pavend komplet. Ka të drejtë patjetër ta kërkoj dhe bëri mirë që e tha, sepse vërtet ai ndihet sikur si gjunaf, le themi në një farë mënyre, dhe ka kërkuar këtë që të ndihet i barabartë nga të gjithë, dhe ka të drejtë ti. Mënyrë se ja kërkoj të ndihet i barabartë kundrejt Brikit, ishte më erdhi shumë keq. Më vjen keq, inshallah, nuk e di unë. Nëse kam gabim, komentoni vëlla, më thoni mua që ke gabim Andrea këtu dhe arsye. Ky është thjesht mendimi im, nuk është mendimi i askujt, nuk është se është përfundimtar, vendimtar, është një mendim thjesht asaj që un kam parë dhe që pash tani, domethënë dhe që e ndoqja se e di se si filloi e gjitha. Filloi nga një keq kuptim se Brikena më duket se ke dëgjuar Ilirin thoshte diçka, Iliri shkoi e kapi Senaldo i tha mos kam thënë gjë gabimisht. Senaldo i tha jo s'ke thënë, mos ke merak, e mori pak si personale diskutimin e Ilirit, po pa djallëzi se Ilirin kemi Iliri ka një reagim impulsiv ose është shumë, ka një reagim, le të themi një farë mënyrë si agresiv, por në shpirt Iliri kemi treguar se duket robi që na syt, është shumë njeri i mirë, shumë shpirt mirë, dhe Senaldo këtë e mori për kapital, domethënë e mori si personale, shkoi u drejtua direkt Brikit. Mbas Brikit Armirit dhe të gjithëve me radhë, mirë bëri që u drejtua, mirë bëri që i tha që nuk keni pse të kujdesni kaq shumë për mua, se jam i barabartë me ju, duhet ndjehemi i barabartë. Por mënyrën si ja tha Brikit, jo, nuk është ajo. Duke filluar nga toni i zërit, duke filluar dhe mënyrën që i tha që ku mendet tua me të mia ja ku thret qameti. Domethënë, ndjeva një lloj deliri shumë të madh, se ndonjëherë ti jemi realist, çoç më duket ndonjëherë Senaldo që sikur vetëm ai di ose sikur ai edhe s'ka. Shpresoj që të reflektoj në prajmin e ardhshëm.